Zbulohet një super tokë e re shkëmbore e jetueshme. Një super tokë e re, më pak se 20 vite dritë larg sistemit ton diellor, por ringjall entuziazmin e astronomëve për kërkimin e planetit potencialisht të banueshëm. E quajtur GJ251c, ajo orbiton rreth një ylli të kuq në njësinë Lyn X dhe shtrihet në një të ashtu quajturën zonë e banueshme, rajoni ku temperaturat mund të mbështesin ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Zbulimi u njoftua nga një ekip ndërkombëtar studiuesish, duke përdorur dy nga spektografët më të përparuar në botë. Habitate, zonë, planet, finder në teleskopin të instaluar në observatorin kombëtar Kitt Peak në Arizona. Analiza e të dhënave të kombinuara zbuloi lëkundjet e vogla të yllit të shkaktuara nga tërheqja gravitacionale e një planeti me rreth 4 masa të tokës me një orbit 54 ditore.